janë deklarata dëshirore të Zotit Kurtit, pa dashur që të përballet me realitetin, ajo që ka kërkohet edhe si pjesë e vendimmarrjes politike, siç duket, ndoshta është e përsëritur, por kjo është logjika e lëvizjes vendosës. Imponimi, diktati, ashtu siç funksionojnë brenda partisë së vet, mendoj që duhet të gjithë skena politike ose subjekte të tjera të nënshtrohen. Kjo është e papranueshme, nuk ka logjik. Këtu nuk jemi për dëshira personale dhe ambicie personale të individëve të caktuar. Këtu jemi për shoqëri qytetare dhe për zgjidhje për formimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Nuk ka pëshmëri, nuk ka asgjë pëshmërie, vetë deklarimet e Zotit Kurtit tregojnë që nuk është interesuar për formimin e institucioneve të reja, ashtu siç nuk ka qenë interesuar 4 vite të marrë përgjegjësi dhe të jetë tamam kryeminist e Republikës së Kosovës, më shumë ju ka shërbyer militantëve të Facebookit, dhe kjo është edhe gjendja edhe ekonomike, por edhe në përgjithësi edhe integruese e Republikës së Kosovës fatkeqësisht me këtë qeverie e cila do duhet ishte në tërheqje, por nuk do vijmë ende vërtet atë në instancë. Sistemi i klubi thonë se nëse opozita beson që do të ka 60 minuta për qeverimin, asë të remërësjetën e parlamentarës, edhe nëse beson se nuk e voton askush Albin Haxhiu, le të sfidohet me votimin e fshehtë. Kjo është tepër e parëndësishme të thuhet. Ne nuk jemi këtu për të sfiduar, ne jemi këtu për të bërë zgjidhje. Këtu loj fjalesh, për thënë edhe një herë, këtu janë të dëmshme edhe për vetë procesin. Nëse ai ka gjërat e një, pse nuk e zgjedh atëherë kryetarin ose kryetarin e programit. Prandaj më shumë është demagogji, është populizëm, sa për të shpërlar vetveten, se sa për të bërë zgjedhje. Nëse gjërat e një deputet që janë gatshëm ta zgjedhin kryetarin të cilin e ka propozuar lëvizja vendosje, ajo atëherë mund të ndodhë. Ne shohim që nuk po ndodh dhe nuk janë ata numra. Për ato tema të tjera, marrëveshje të tjera, e thash edhe një herë, por për përsëriti është në logjikën e njëjtë të funksionimit të lëvizjes vendosje.